Ishte një shtunë si çdo e shtunë, rutinë, por ai kishte një mënyrë për ta zhduruar rutinën në ritual. Ndërsa unë futja çarçafat e bardhë në makinën larse, ai u shfaq pas meje. Nuk më preku. Thjesht qëndroi aty duke më ngrohur shpinën me frymën e tij. Makina e vjetër, me kapak xhami, pulsonte me dritë të kuqe, por sytë e tij ishin më të rrezikshëm se çdo sinjal paralajmërues. Ai nuk foli. Vuri duart e tij të mëdha mbi të mijat, duke më ndihmuar të mbaja kapakun e hapur. Brenda, daulja ishte bosh, por jo e zbrazët. Ishte si një gojë e hapur duke pritur. Gjitu, më pëshpëriti në vesh. Zëri i tij ishte i ulët, si zurma e motorit para se të nisë cikli. Gjitu mbita. Unë ngjita. Ndjeva metalin e ftohtë nën kofshat e mia. Ai qëndroi pas meje, me gjoks të shtypur kundër shpinës sime. Kapakun e mbante i hapur, dhe pastaj, pas një paralajmërim, ai më shtyu. Jo brutalisht, por me një vendosmëri të palkundur. U hodha brenda. Brenda humnerës. Uji nuk ishte i ftohtë, ishte i ngrohtë, si gjaku që më vlonte në vena. Dhe ai ishte ende atje, duke më mbajtur për dorë, duke më udhëhequr në këtë hapësirë të çuditshme. Kthezat e para ishin të buta. Makina filloi të rrotullohej ngadalë, duke më përkëdhelur trupin si valet e detit. Ishte pothuajse e ëmbël, një përqafim i lëngshëm, por ai nuk donte ëmbëlsi. Ai donte intensitet. Mbaju fort, më tha, dhe shtypi butonin. Makina u përshpejtua. Dridhja e parë më kaloi nga këmbët në majtë të kokës. Muret e gomta të daules më përplaseshin nga gjitha anët, por unë nuk isha e vetme. Ai ishte brenda me mua. Nuk e kisha parë të futej, por trupi i tij ishte aty, duke u rrotulluar në të njëjtën vorbull. Duart e tij më kapnin ijet, duke më ngjitur pas tij ndërsa makina na rrotudhonte pa mëshirë. Kështu, pshertiu ai. Ndjeje. Dhe unë ndjeva. Çdo kthes ishte një valë elektrike. Çdo përplasje kundër murit ishte një goditje e shkurtër, e mpreth, që më bënte të harroja emrin tim. U drodha e tëra, jo nga frika, por nga fuqia e papërbalueshme e atij rrotullimi të përbashkët. Makina u ndal për një sekond, një pauzë e reme. Ajri brenda ishte i ngjeth, i ngopur me avull dhe me erën e tij. Ai më ktheu nga vetja. Sytë e tij në errësirën e daules vezullonin si qymyr i ndezur. Fytyra ime ishte përballë fytyrës së tij, dhe unë mund të ndjeja çdo rajë e zemre të tij përmes gjoksit tim. Nuk e marr ende gjithçka, tha ai, dhe e futi më thellë. Jo fizikisht, ishte më shumë se kaq. E futi shpirtin e tij në të min, thellë sa nuk isha menduar se mund të futej askush. Uji u tërbua. Makina filloi një cikel të ri, më të shpejt, më të çmendur. Ishte shpëlarje e egër. Rrotulloheshim si në një stuhi. Koka ime u përplas pas murit të gomth, por unë nuk ndjeva dhimbje. Ndjeva vetëm atë. Çdo qelizë e trupit tim dridhej në sinkron me dridhjen e makinës. Po të mbaj, më pëshpëriti në vesh ndërsa na përfshiu vrulli. S'do të lë të biesh. Por ai më shtynte gjithnjë më thellë në atë vorbull. Ishte një balet i egër, një përplasje trupash në një hapësirë të ngushtë, ku kufijt midis unë dhe ti u shkrin. U drodha e tëra, nga thembra deri te flokët, nga çdo nerv i ekspozuar. Dridhja nuk ishte thjesht fizike, ishte një tërmet i shpirtit, po më merrte tërësisht, pa lënë asnjë cep të thatë. Pastaj ndodhi zbrazja. Makina gurgulloi dhe uji filloi të largohej, duke na lënë të raskapitur, të përplasur së bashku në fund të daules së ftohtë. Frymëmarrja ime ishte e copëtuar. E imja dhe e tia u bën një tingull i vetëm, një rënkim i përbashkët.
por ai nuk u ndal. Ai më ngriti përsëri, më mbështeti kundër murit të lagësh të makinës dhe më shikoi në sy. Sytë e tij ishin të egër, të pangopur, si të dikuj që sapo ka zbuluar një botë të re dhe nuk do të largohet kur prej saj. Tani, tha ai, duke e shtypur trupin e tij kundër meje, ndërsa makina filloi fazën e tharjes. Tani do të mbush përsëri. Nuk ishte një mbushje me ujë, ishte një mbushje me nxehtësi. Daulja rrotullohej më shpejt se kur, duke na shtrydhur së bashku në një vale centrifugale. Ai ishte diku brenda meje, në një thellësi që nuk e kisha eksploruar kur. Çdo rrotullim më shtypte më fort kundër tij, çdo dridhje e makinës jehonte në palcën e eshtrave të mia. Unë bërtita, por jo nga dhimbja. Ishte një klithm e lirimit, një shkrirje e të gjitha mureve që kisha ndërtuar. Ai e dinte saktësisht se çfarë po më bënte, dhe ai nuk u ndal. Vazhdoi ta fuste dashurinë e tij, tërbuar, pa kushte, derisa unë u drodha e tëra si një flet letre në erë. Makina pushoj së rrotulluari. U bë heshtje. Një heshtje e rëndë, e ngarkuar me avull dhe me djers. Isha shtrirë në fund të daulës së ftoft, me trupin që më dridhej nga pasojat. A ishte si për meje, duke më mbuluar me trupin e tij të ngrohtë, duke më mbajtur fort. Kapaku u hap. Drita e bardhë e dhomës së larjes na goditi si një plumb. Ngadalë, ai më nxori jashtë. Më mbajti në krah të lagur dhe të lodhur, duke më vendosur në dyshemen e ftoft të todakave. Më pa. Një buzëqeshje e vogël, e lodhur, por triumfuese. E sheh, më tha duke më fshirë flokët e lagur nga fytyra. Mund të durosh më shumë se sa mendon. Unë nuk mund të flisja. Fyti më ishte i ngjeshur, por trupi im fliste. Dridhej akoma. Çdo muskull kujtonte çdo kthes, çdo përplasje, çdo thellësi ku ai më kishte futur. U ngrita në këmbë e paqëndrueshme. Makina larese ishte e qetë tani, thjesht një objekt metalik, si një kafshë e përkëdhelur pas një stuhje. Por drita e kuqe ende pujsonte, një premtim i heshtur. Ai më puthi në balë, një puthje e butë, krejt e kundërtata asaj që kishim bërë. Pastaj u largua, duke më lënë atje, në mes të rrobave të thata dhe peshqirëve të palosur. U drodha përsëri, por këtë herë nuk ishte nga makina. Ishte nga njohuria, se ai do të kthehej. Dhe makina do të ndizej sërish, dhe unë do t'i isha gati.